Për të dytën herë, deputetët kanë dështuar të konstituojnë për bërjen e re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Kryesuesi i seancës konstitutive Avni Dehari ftoi në konsultime përfaqësuesit e partive politike, por pas konsultimit, ai tha se nuk ka konsensus se si të vazhdojë tutje, duke njoftuar se seanca do të vazhdojë më 19 prill në orën 12. PDK, LDK dhe AAK fajsuan në vizjon vetëvendosje se me ndërprirjen e seancave po tenton të blej kohë për pazare politike, pasi sipas tyre partia e Albin Kurtit nuk i ka votat për të zgjedhur kryeparlamentarin në as qeverinë. Këto parti insistojnë që anëtarët e kabinetit qeverisës që kanë dhënë ndërheqje me qëllim që të betohen si deputet nuk mund të vazhdojnë punën e ekzekutiv. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e cilëson si të pakuptimt kërkesën për ndërheqje pasi argumenton se qeveria e tij është në ndërheqje që nga 23 marsi. E në lidhje me këtë temë në një prononcim për bota sot, ka folur avokati Tom Gashi. Ai thotë se deputetët e opozitës nuk po e votojnë as vetveten si deputet, duke i quajtur këtë sjellje anti-shtetërore. Sipas tij, qëllimi i tyre është bllokimi i formimit të qeverisë. Kurti 3. Deputetët e PDK-s, AAK-s dhe LDK-s nuk po e votojnë qeverinë e re. Kjo është paksa e habitshme, sepse ata nuk po votojnë as vetveten dhe mjaft e çuditshme një sjellje që mund të quhet anti-shtetërore. E kuptoi që duan të bllokojnë formimin e qeverisë Kurti 3 sepse kanë interesat të tyre personale, u shpreh ai. Mëtej, Gashi shpreh i habitur për veprimet e opozitës, pasi sipas tij, prej listës serbe edhe mund të pritet një gjë e tillë, por që të bllokojnë konstituimin e Parlamentit të Republikës së Kosovës, këtë mendje nuk ma kap dot. Për partitë dhe deputetët shqiptarë po e them këtë sepse për ata të listës serbe tashmë dihet shefin e ka në Serbi, rrogën e marrin nga Parlamenti i Kosovës, të cilin as nuk e pranojnë si institucion të një shteti të pavarur, përfundoi avokati Tom Gashi për gazetën Bota Thot.